Dashi, gjatë këtij muaji nuk do keni as pak probleme, përkundrazi tensioni do ulet ndjeshëm. Do doni të bëni edhe gjërat e jashtëzakonshme vetëm që të përjetoni kënaqësi sa më shumë. Nëse jeni në një lidhje, si ju, ashtu edhe partneri do e dëgjoni me kujdes njëri tjetrin dhe nuk do kundërshtoheni. Ju beqarët nuk duhet të ndërmerrni shumë rreziqe vetëm që ta ndryshoni statusin sepse do të pendoheni më vonë. E rëndësishme për t'u thënë është që statusi do ndryshojë deri në fund të muajit. Shëndeti për fat të mirë nuk do të jetë problematik, përkundrazi nëse keni pasur shqetësime do ndiheni më të qetë. Në planin financiar do keni vështirësi të shumta për ta mbajtur situatën të stabilizuar, pasi do të jeni të detyruar të shpenzoni për gjëra jetike. Në punë nuk duhet të ndaleni edhe sikur t'ju dalin sfida të vështira. Gjithçka mund të kalohet. Demi, jeta familjare nuk do jetë shumë mirë gjatë këtij muaji dhe kjo gjë do t'ju mërzisë her pas here. Mundoni të flisni hapur për gjithçka në mënyrë që të mos keni hatërmbetje më vonë. Jeta në çift gjysmën e muajit do të jetë e trazuar dhe nuk do të mungojnë as debatet. Partneri nuk do di si të sillet me ju sepse do t'ju ndryshojë shumë shpesh humori. Ju beqarët do realizoni disa takime, por nuk do arrini dot të filloni një lidhje të qëndrueshme. Do ju duhet të prisni edhe pak kohë. Gjendja shëndetësore do lërë për të dëshiruar. Mund të prekeni nga gripi, të keni temperaturë dhe nuk do ndjeni në formën e duhur. Në planin financiar do jeni më të motivuar dhe do arrini ta kontrolloni veten për sa u përket shpenzimeve. Në punë do jeni kreativ dhe do bëni të pamundurën që të arrini atje ku dëshironi. Binjakët. Ky do të jetë një muaj i paqëndrueshëm për të gjithë. Ju që jeni në një lidhje do keni komunikim të hapur me partnerin, por kjo herë do ndikojë për mirë e herë për keq. Disa kohë do t'jeni pasionant dhe do i shprehni ndjenjat e herë të tjera do debatoni e do këmbgulni se keni të drejtë. Ju beqarët do e keni shumë të vështirë të joshni, sidomos 15 ditët e para të muajit. Do i vini re pafund defektet e të tjerëve dhe nuk do bindeni. Fatmirësisht javët e fundit do ndryshoni mendim dhe sjellje. Gjendja shëndetësore do lërë për të dëshiruar. Nuk do jeni aq energjik sa më parë dhe stresi mund të japë edhe probleme të tjera. Në planin financiar do jetë një sfidë shumë e madhe rregullimi i të ardhurave. Do mundoheni, por nuk është e sigurt nëse do t'ia dilni mban. Në punë do keni përballje të forta me kolegët dhe shefat, por nuk do të tërhiqeni. Gaforja. Ky nuk ka për të qenë muaji më i mirë për ju, megjithatë do të mund të zgjidhni disa çështje vërtet të rëndësishme që do t'ju ndihmojnë të avanconi. Nëse jeni në një lidhje, mundoni të ruani për herë qetësinë e t'ia plotësoni qefet partnerit tuaj. Do ndjeni edhe vetë shumë më mirë. Besojini atij edhe disa brenga që ndjeni. Ju beqarët mirë do të jetë të pranoni çdo ftesë që do t'ju bëhet, sepse mund të takoni personin që keni pritur prej kohësh. Shëndeti do të jetë i mirë. Do ndjeni plot gjallëri dhe do dini ta dëgjoni trupin tuaj. Shqetësimet e mëdha thuajse do mungojnë. Në planin financiar, Urani do ketë ndikim pozitiv që në datën 5 e do t'ju bëjë të hidhni hapa të rëndësishme. Buxheti juaj do përmirësohet pafundësisht. Në punë do jeni gjithkohës në aksion dhe do i rregulloni edhe problemet që keni pasur. Luani. Gjatë këtij muaji duhet të bëni shumë kujdes me sjelljen. Mos bëni çdo gjë sipas mendjes suaj pa pyetur atë që ju rrethojnë dhe që ju duan të mirën. Nëse jeni në një lidhje, dëgjojini me kujdes këshillat që ai do t'ju jap partneri, sepse gjithçka ai e bën nga dashuria që ka për ju. Tregoni edhe pak më tolerant. Për sa ju përket ju beqarëve, ka mundësi që të mos e gjeni as këtë muaj personin që po kërkoni. Mundoni të dilni më shpesh me miq që të mos ndiheni vetëm. Shëndeti do fillojë të përmirësohet ndjeshëm. Do i rifitoni energjitë dhe do jeni më dinamik. Në planin financiar duhet të hidhni çdo hap me maturi. Edhe pse financat do jenë përgjithsisht të qëndrueshme, nuk duhet të shpenzoni pa mas. Në punë do të jetë një muaj i ngarkuar dhe i lodhshëm. Mos e lëshoni veten sepse mund t'ia dilni mban me pak përpjekje. Virgjëresha. Ky muaj do të jetë kryesisht i favorshëm për plotësimin e dëshirave më të mëdha. Nëse jeni në një lidhje, do kaloni një periudhë mjaft të qëndrueshme, edhe pse her pas here mund të debatoni me partnerin. Asgjë nuk do ta prish ambientin që do krijohet. Ju beqarët do jeni tepër të veçantë. Një person interesant mund të ndezë edhe tek ju zjarrin e pasionit dhe gjërat do ndryshojnë shpejt. Shëndeti nuk do të jetë problematik, por yjet këshillojnë të çlodheni e të relaksoheni më shpesh. Kujdes me punët e tepërta. Në planin financiar mos u tregoni shumë të sigurt në vetvete sepse do bëni gabimin më të madh.
Kontrolloni çdo shpenzim që do bëni. Në punë do ishini gjërat më qartë e do afroheni shumë me qëllimet që I kishit vënë vetes. Mos I braktisni projektet që keni nisur. Peshorja. Këtë muaj do ndjeni shpeshherë keq që nuk do ta gjeni kaq shumë kohë për të kaluar me të afërmit, por në fakt ata do t'ju mbështesin e do t'ju kuptojnë për gjithçka. Nëse jeni në një lidhje, shpesh do mbizotrojë monotonia në jetën tuaj dhe nuk do I përjetoni emocionet që keni ëndërruar gjithmonë. Duhet të prisni javën e fundit për t'u ndier më mirë. Ju beqarët nuk do dini se çfarë të bëni sepse nuk do t'i keni mendimet as pak të qarta. Në momente të tilla nuk duhen marrë asnjëherë vendime. Shëndeti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme. Duhet patjetër të konsumoni më tepër vitamina në mënyrë që të rrimerrni veten. Në planin financiar do bëni edhe disa gjëra ekstreme vetëm për ta përmirësuar situatën e do t'ja dilni mban. Në punë gjithashtu do keni vetëm arritje dhe sukses pavarësisht konkurrencës. Akrepi. Me familjarët dhe miqt, gjërat do ecin më së miri këtë muaj. Nëse jeni në një lidhje, javët e para tensioni dhe mosmarrëveshje do mbizotrojnë. Asnjëri nuk do hap rrugë dhe nuk do t'i pranojë të dëgjojë justifikime. Ju beqarët do jeni nostalgjik për të shkuarën dhe mund të mendoni të riktheheni me dikë që dikur e keni dashur. Kujdes sepse personat nuk ndryshojnë lehtësisht dhe mund të vuani përsëri. Shëndeti do jetë përgjithsisht I mirë e madje nuk do të keni më as shqetësimet nga stomaku apo nga koliti. Buxheti do fillojë të përmirësohet pas datës 10, kështu që deri atëherë tregoni më të kujdesshëm e më të logjikshëm me shpenzimet. Në punë bëjeni çdo gjë pa shumë zhurmë sepse përndryshe do nxisni xhelozinë e të tjerëve. Shigjetari. Muaji I mbushur me entuziazëm do të jetë ky për të gjithë. Do kaloni momente shumë të veçanta të cilat do t'ju ashtojnë dëshirën për të jetuar. Për ju të dashuruarit, do kaloni edhe ditë të vështira, kur duhet të bëni disa zgjedhje, por në përgjithësi gjërat do ecin si duhet. Ndjenjat për njëri tjetrin do jenë gjithmonë të forta. Ju beqarët javën e parë do keni takime, por asnjëri nuk do t'ju pëlqejë, ndërkohë që pas datës 10 do të ketë ndodhi interesante dhe shpresdhënëse. Shëndeti nuk do të ketë probleme serioze përveç ndonjë dhimbje koke, barku apo shpine pa pasoja. Financat vështirë se do t'i mbani nën kontroll sepse do mendoni vetëm t'ja bëni sa më tepër qifin vetes. Në punë do I keni idetë shumë të qarta e do veproni si duhet. Arkitektët dhe muzikantët do përfundojnë disa projekte gjigande dhe shumë shpejt do marrin fitime të mëdha. Britsjapi. Ky do të jetë një muaj më I mirë për ju. Nëse jeni në një lidhje do I përkushtoheni edhe më tepër atij që keni në krah dhe marrëdhënia mes jush ka për të qenë e jashtëzakonshme. Nëse keni shumë vite bashk, mund të mendoni të hidhni edhe hapa më tej. Ju beqarët që deri më tani keni pritur më kot për të ndryshuar statusin, vetëm këtë muaj do të mund ta gjeni personin e duhur me të cilin keni për të filluar një lidhje mbreslënse. Shëndeti do të jetë herë I mirë e herë me disa shqetësime të vogla, por gjithsesi ju nuk do ta lëshoni veten as pak. Buxheti do vi duke u përmirësuar javë pas jave. Përveç fitimeve, në këtë gjë do ndikojë edhe përkujdesi e maturia juaj. Në punë do keni shumë progres dhe mund të kaloni në një tjetër fazë. Ujori. Ky nuk ka për të qenë një muaj shumë I lehtë për t'u kaluar. Jeta do t'ju përballë me sfida dhe vështirësi të njëpasnjëshme. Nëse keni një lidhje, duhet ju përkushtoheni sa më shumë atyre që keni në krah, pasi po I lat pas dore do I humbisni pak e nga pak. Problemet e vjetra nuk duhet I lini pa zgjidhur sepse do zmadhohen më tepër. Ju beqarët do I keni të gjitha mundësitë për të filluar një lidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë, por duhet të reflektoni disa herë para se të hidhni hapa. Shëndeti nuk do të jetë as pak I keq, edhe pse ndonjëherë lodhja mund t'ju pushtojë. Me financat do jeni diplomate, do ecni gjithmonë me llogari. Asgjë e keqe nuk do t'ju ndodhë. Në punë do jeni luftarak e askush nuk do mundet t'ju andal vrullin. Ju profesionistët e lirë apo të fushës së mësuesisë do keni më tepër sukses. Peshqit. Këtë muaj do jeni mjaft optimist dhe do e merrni çdo gjë me pozitivitet. Do I qetësoni gjithmonë edhe ata që do keni pranë. Nëse jeni në një lidhje do keni diskutime afatgjata me atë që keni në krah dhe do gjeni zgjidhje për çdo gjë. Pas javës së parë do mendoni edhe për surpriza dhe kënaqësitë do jenë më të mëdha se më parë. Ju beqarët do e takoni personin e ëndrave që javën e parë e do I gëzojeni akoma më shumë jetës. Shëndeti mund të ketë edhe disa probleme të vogla, por gjithçka do kalojë shpejt. Mundohuni të mos alarmoheni për asgjë.
Financat nuk do të jenë në gjendjen më të mirë pasi ju nuk do dini të bëni kufizime dhe nuk do mendoni për të ardhmen. Në punë do i bini të gjithë se keni të drejtë për disa çështje dhe fal kësaj do merrni edhe propozime fantastike.